Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është zhvilluar këtë të martë seanca e parë paraprake për ish-kryebashkiakun e Kavajës Elvis Roshi, i cili po përballet me drejtësinë për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Çështja është ngritur nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, i cila dyshon për shkelje të ushtrimit të funksioneve të tij gjatë kohës që drejtonte bashkinë. Gjatë seancës, mbrojtësi ligjor i Roshit, Andi Skënderi, paraqiti argumentet e para trupit gjykues, duke ngritur çështjet e parashikimit të veprës penale për disa nga episodet që përmenden në dosjen e prokurorisë. Sipas tij, për një pjesë të akuzave mund të ketë kaluar afati ligjor për ndjekje penale. Avokati kërkoi gjithashtu sqarim nga prokurori i çështjes Elvin Gogaj lidhur me ndryshimin e kualifikimit të veprës penale nga shkelja e barazisë në tendera në shpërdorim të tyre. Sipas së mbrojtjes, ky ndryshim kërkon shpjegime të detajuara për mënyrën se si është ndërtuar akuza. Në përfundim të seancës, pala mbrojtëse kërkoi kohë shtesë për të paraqitur me shkrim argumentet dhe qëndrimin e saj ligjor. Trupi gjykues pranoi kërkesën dhe vendosi që seanca e radhës të zhvillohet në 3 prill, kur pritet të vijojë shqyrtimi paraprak i çështjes. Procesi ndaj ish-kryebashkiakut të Kavajës po ndiqet me interes pasi lidhet me ndryshime për shkeljet e administrimit të fondeve dhe procedurave publike gjatë ushtrimit të detyrës.